mundohet me paraqit, ndoshta edhe nëse nuk është shumë besimtar, mundohet me paraqit besimtare i kujdesshëm. Por brenda në shtëpi ndoshta nuk e ka ditën sjellje, fatkeqësisht. S'ka dyshim se profeti sallallahu çdo herë ka qenë i kujdesshëm, ka qenë një shembull se si duhet sillet besimtari dhe njeriu në përgjithësi me familjen e tij. Andaj thoshte që më miri për jush është ai që është më i miri me familjen e tij. Dhe ka thonë unë sillem ose jam më i miri me familjen time. Pastaj ka thonë më i miri për njerëzit është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Pastaj ka thonë s'ka besu askush në Allahun dhe ditën e fundit derisa nuk e nderoj, ose kush beson Allahun dhe ditën e fundit le ta nderoj fshiun e tij, le ta nderoj musafirin e tij. Qindra ajete, hadithe, citate, porosi që thrasin për me pas raporte të mira, s'parin familje, brenda në shtëpi, por edhe jashtë, me rrethin, me komunitetin. Profeti sallallahu çdo herë ka qenë shembull, ka qenë i kujdesshëm, por këtë e ka shtu sigurisht edhe gjatë muajit Ramazan. Brenda në shtëpi, duke i nxit për me bë adhurim, në veçanti në netët e fundit, që ka përshkruar edhe hadithi që edhe familjen e ka zgjuar nga xhumi, që të falen bashkarisht, por edhe me komunitetin ishte për jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe ishte në bamirës i madh. Qysh thot Ibn Abasi, ai ka qenë çdo herë bamirës dhe më bujari ka qenë, po bujarin e tij e ka rrit pikërisht në muajin Ramazan. Subhanallah. Sepse dietarët profeti sallallahu ka jetu qatë, ose ka jetu ose edhe më tepër ka kalu kohën në Ramazan me Kur'an. Dhe besimtari aq më tepër që përkushtohet Kur'anit, aq më shumë që lexon Kur'an, kjo do të me prodhu edhe më tepër ibadet dhe adhurim dhe do të me reflektu tek besimtari, sepse është dritë hyjnore. Është dritë. Dhe për aq sa besimtari paraqitet kësaj drite, për aq ka pastaj reflektim. Për aq sa lexon, përfiton, mediton, mëson, për aq edhe ka me pas praktik. Andaj në Ramazan a jetonte me Kur'anin dhe kjo pastaj bëhej dhe i shndroi në vepra. Që ka thonë Aisha radiallahu anha kur është pyet ja Rasul, o Aisha, na trego se cila ishte sjellja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, që ishte karakteri i tij. Ata shokët po pyesin për brenda në shtëpi. Brenda në shtëpi, njerëz ndoshta në xhami, ndoshta në publik, janë pak më të kujdesshëm, po flas për besimtarë zakonshëm, dhe ruajnë pak veten. E ruajnë veten sepse njerëz të shohin çfarë po bën, mundohet me paraqit, ndoshta edhe nëse nuk është shumë besimtar, mundohet me paraqit besimtare i kujdesshëm. Por brenda në shtëpi ndoshta nuk e ka ditën sjellje, fatkeqësisht. Kurse Aisha çka po thot, kanë khuluquhu al-Quran, karakteri i tij, sjellja e tij ishte Kurani. Pra ajo çka ka thonë Kur'an, çka ka thonë Kur'an ato e ka vepru, e ka praktiku çdo herë në veçanti në Ramazan. Është temë jashtëzakonisht e lezetshme, mirë, të bëshme që me shfletu historinë e Profetit alayhi wasallam ditë me ditë, orë pas ore, në shtëpi, në rrugë, ditën e natën, me pasë qysh duhet me qenë besimtare dhe pastaj me krahasu ne veten tonë, veprat tona, sjelljen tonë, ku kemi nishanin, a jemi afër dikon asimi, sepse ka njerë ndoshta lavdohemi ka pak, ose na duket jetë që mashallah, sepse krahasohem me disa ose me njerëz që janë hiç në rrugë Zotit ose janë shumë larg, dhe na duket jetë që jena mirë, po ndoshta dikur ka njerë mundet me halu dikush edhe nga vullneti i madh, nga dëshira e madhe, runa Zot mundet me kalu edhe në ekstremitet. E të dyat janë të urrëtura. Edhe nuk bën me lën mongo, s'është mirë, po nuk bën me tepru. Andaj ka shku disa shokë të Profetit sallallahu në shtëpinë e tij, dhe kanë thonë ky është pejgamber, xhenati ka të falëra. Kanë shku me pyet se çysh sillet në shtëpi, çka bën ai. Kanë thonë gratë e tij, falet, kanë tregu qysh falet, flan, dhe kanë thonë ky po është pejgamberi i Allahut, e ka garantuar xhenetin, e ka garantuar që i falen mëkatet.
Dhe gjithë këtë patet e bom. Po ne që se kemi të garantum, ne do të me bo shumë a shumë, subhanallah. Me mendin e tyre të mirë, njëtin e mirë, kur i kanë të regu Profetit sallam, se qështu kanë qenë 3 vetë, dhe ata u zotun, njëri tha unë s'do të fles një herën, qëto herë veç do të falim, tjetëri tha unë s'do të martohem heq, tjetëri tha unë do të agjeroj gjdo ditë. Po do të përkushtohem adhurimit në mënyrë maksimale, kur ndëgjej Profetin sallam me thirrje shokët e tij. Tha unë jam personi më i devotshëm, që më së miri njeh Zotin dhe e praktikoj atë që don Zoti. Falem, por edhe flej. Martohem, por edhe agjeroj, por jo çdo herë, por edhe martohem. Pra agjeroj, por jo çdo herë, por edhe martohem. Andaj kemi nevojë për fetarin, për praktikat, por edhe për mesatarinë e Profetit alayhi salatu wasalam çdo kohë. Edhe në Ramazan gjithsesi, po edhe jashtë Ramazanit, gjithandaj besimtarët po ne këtu tek ne, ndoshta që i kemi disa sfida pak më të veçanta, gjithsesi dhe është modeli më i mirë, i cili na jep udhëzimin më të mirë, të garantuar, praktikën më të mirë, kjo është praktikë garantuar, praktikë hyjnore, praktikë që nuk dështon asnjëherë. Dhe është garantuese për shpëtim, për jetë të mirë në këtë botë, por edhe për botën tjetër.